حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق. Edhe me të jemi duke folur për akidet tahawije dhe kemi arritur deri tek fjala e tina arshi dhe kursiju janë hak. Bukfalisht froni dhe karrika janë hak. Arshi në aspektin gjuhësor i bie vendin në të cilën ulet mbreti. Fjala është për fronin e të madhët Allah, që Allahu e ka marrë për vete fronin. E po thot është hak, dhe me thonë ehli sunneti e besojnë. Me përjashtim apo përballë të shumë fraksioneve tjera, të cilat e mohojnë arshin apo e komentojnë me mendime të ndryshme. Allah i madhruar arshin e ka cekur në shumë vende në Kur'an. Ka thonë Allah për shembull dhul arshil majid. Allah është pronar e arshit të madh, të bukur, të famshëm, të vlefshëm. Fa'alun lima yurid, veprus, çka të dën, bën çka të dën. Tebareke wa ta'ala. Dhe ka thonë Allahu thumma stawa ala al-arsh. Është fjala pasi krijoi tokën dhe qiejt, dhe përfundoi krijimin e të gjitha krijesave i madhi Allah. E kemi thënë në fillim atje të fillimi krijesave, se për krijesave të para, nëse jo e para, është arshi, krijesë e Zotit. E këtë pa thotë thumma stawa ala al-arsh, e pastaj i hypi mbi arsh. Dhe kjo është e fundit sa i përket përmbylljes kapitullit të krijesave të madhe të Allah Azzot. Pra pas i përfundoi Allahu të gjitha krijesat. Dhe ka thonë Allahu Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Allahu Ar-Rahman, Rahmani e gjithë mëshirshmi, ka hypur mbi arsh. Dhe ka thonë Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Nuk ka zot tjetër pas Allahut, Zotit të arshit të fisnik. Dhe ka thonë Allahu alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Dhe ata të cilët e bartin arshin. Tash me pak po e përshkruan se arshi bartet nga melaqet e Allahut.
Dhe për cilësen ato melache sa të bojnë të sbih, se bihune, bihamde rabbihim, o yu'minune bihi, o jestagfirune lilledhine amenu. Ato melache të cilat e bartin arshin, e besojnë Allahun haq, bin istikfar, pa janë i bin të sbih Allahut, pa ndërprej dhe bin istikfar për muslimat. E kjo është një privilegj tash me përfitu prej ajetit, është edhe një privilegj për besimtarët, prej melaqeve pra më të larta, të cilat dhe më të veçantat, të cilat janë bartësit e arshit, e deri tek melaqet e qiellit të dunjas, dhe deri tek ato të cilat edhe ende në për tokë, që të gjitha melaqet bin istikfar për muslimat. Ashtu që bojnë tasbih dhe madhrojnë Allahun, i bin istikfar edhe për muslimat, dhe kërkojnë të i madhi Allah, me ne i falë Allah o gjunahet. Dhe kjo është vetëm për besimtarët, lilledhina amenu, për muslimat. Ne i dhimëm atyne, në dojnë ato, dhe kanë qef me ne e falë Allah, mos ma në dënu, për gjunahet cilat i bajnë. Se të që tjetë kjo është pastaj tem për çështjen e melaqeve ma shumë, por sa për të u përfituar pritja jeti në këtë vend. Dhe ka thonë Allahu Azza wa Jall, u jahmilu arsha rabbike fawqahum yawma idhin thamaniya. Dhe e bartin arshin e Allahut, fronën e Allahut, atë ditë 8 melaqe. E ka për qëllim atë ditë, ditën e kiametit, kur Allahu vije të bareke o ta'ala, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, wa ji'a yawma idhin bi jahannama, yawma idhin yatadhakkaru al-insanu wa ma sa'a. Dhe kur atë ditë vjen Allahu i madhruar dhe vinë edhe melaqet dhe sillet xhehenami. Kështu me radhë në surët al-Fajr atë në fund, Allahun e bartin, arshin Allahut e bartin, ju Allahun, arshin Allahut, 8 melaqe, pa thot Allahu Azza wa Jall. Këtë këtu ajetet Kur'anit dhe shumë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prej tyre doja e stresit, e ngarkesës, e mërzis, doja e të lasheve, nëse mund të quajmë ashtu, e prokopimeve, të cilën pejgamberi alaihi salatu wassalam thot: La ilaha illa Allahu el-Adhimu el-Halim, nuk ka zot tjetër pas Allahut madh dhe të butë. La ilaha illa Allahu Rabbul Arshil Adhim, nuk ka zot tjetër për pas Allahut, pronarit të fronit të madh. La ilaha illa Allahu Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi, Rabbul Arshil Karim, nuk ka zot tjetër pas Allahut, Zotit të qive dhe të tokës, Zotit të Arshit, të fronit, fisnik. Është fjala se përshkruan pejgamberi alayhi salatu wassalam në këtë hadith, se Allahu ka arsh dhe arshin e ka marrë për vete te bareke wa ta'ala. E kemi dhe në hadith tjetër që quhet hadithul awal, hadithi i dhive. Wal është dhia e maleve, ku rreth këtij hadithi ka shumë fjalë, e shumica e dërmuese e ulemave janë se hadithi është i dopt. Anipse Ibn Taymija rahmetullahi alayhi flet fjalë të mira për sa i përket këtij hadithi,
por të tjerë të bojnë të dopt hadithin, deri të Sheikh Albani, rahmetullahi alaihi, dhe Shuaib Arnauti, dhe të tjerë për atyne të cilët janë marrur me vërtetësinë e haditheve. Hadithi dhiv është nga Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, nga Abbas në realitet, i Abdul Muttalibit, baba e Abdullahit, i cili thëtë. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, hel të drune kem bejnë sëmai wal ard, a dini sa është hapësira mes tokës dhe qiellit. Ka thonë Allahu dhe pejgamberi i tij në din. Ka thonë hapësira, gjërësia, lartësia mes tokës dhe qiellit është sa me hecur 500 vite. E pastaj thot, mes çdo qielli dhe qielli tjetër është sa me hecur 500 vite. Pastaj thot, dhe trashësia, gjërësia e qiellit është 500 vite, derisa të vijë te qielli 7. Pra prej tokës deri në qiellin e dunjas 500 vite. E prej qiellit të dunjas, vetë qielli i dunjas, trashësia e tina sa me hec 500 vite. E pastaj prej lartësisë të tij deri të fillimi i qiellit të dytë 500 vite. Pastaj vetë qielli i dytë 500 vite i gjerë. Pastaj prej tina deri në qiellin e tretë 500 vite dhe kështu me radhë derisa të vijë te qielli i 7. Dhe mbi qiellin e 7 thot është një det i madh prej funit detit deri në nalësinë e detit, sa që ka prej tokës edhe në qiell 500 vite. Dhe mbi te janë të dhi mes gunit tyne dhe pjesës shputës së tyne 500 vite, sa prej tokës e në qiell. E pastaj thot, dhe mbi te është arshi i Allahut Azza wa Jall, mes fundit ti dhe lartësisë të ti, sa prej toke dhe qiellit, dhe Allahu është mbi arsh, dhe Allahu nuk lejse yakhfa alejhi min amali bani Adam shay, dhe Allahu me gjithë lartësinë e madhe dhe të lartë prej krijesave të tij poshtë, nuk i fshifet Allahut asgjë për krijesave të tij në mënyrë absolute. A nëpse këtë hadith e transmetojnë ashabu Sunan, Ebu Davudi, Tirmidhiu, Nisaiu dhe shumë të Ibn Majah dhe shumë të tjerë, hadithe thash, dhe i ka 2 rrugë transmetimit hadithe, që të dyjat janë të dobta. Që dyjat janë të dobta. Se të që tjetë, ta në këto hadithe dhe ajetet e cilat janë shumë të qarta për të nuk ka fjalë, të regojnë qartazi për ekzistencën e arshit, kjo është e para. Sa arshi ekziston është krijesë e Zotit. Dhe jepet me kuptu për i tyre haditheve dhe ajeteve se arshi është diçka që duhet me hyp mbi te, dhe se Allahu është ngritur mbi te, te bareke o ta'ala. Por, se dhe qysh dhe tek nëna çështje nuk kem të drejtë të hym. Qysh e ka spjegua dhe Imam Maliku rahmetullahi alejhi, kur është pyetur për arshin. Kur është pyetur për Allahun, për istivan, për ngritjen e Allahut mbi arsh, ka thonë, el istivau ma'lum, është njohur e punë, se Allahu ka hypur mbi arsh. Me Kur'an, me Sunet, dhe me fjalë të ulemave, të sahabëve, tabiin që na vjen vazhdim. Por mënyra se si është me gjhul e panjohur për neve.
mënyra se si është e panjohur. E panjohur, sepse në sytë tonë, kur themi se dikush ka hypur mbi arsh, i bie një fran, një korrik e madhe fran, edhe është hypur ullën të qullet mbreti. Dhe më nështë ta imagjinash se si duket që i mbret hypu në arsh. Nërsa sa i përket Allahut, nuk gëzëm të imagjinaj këtu. Sepse mënyra se si është e panjohur për neve. Për atë arsye Imam Maliku thotë wa sualu anhu bid'a, edhe më interesu me pyet, më mënu me ditë se si është bidat. Është bidat pra kërkush se ka bëu këto pej sahabëve, për ulemave të vjetër. Dhe është bidat, është fillimi i një diçkave që mund të qetë edhe për i dini krejt. Sepse personifikimi Allahut që për i dinit, Allah nuk personifikohet. Të bareke o ta'ala. Së në thue, Zoti, shef Allahu ka synin dhe syni ti si syni jam. Zoti ka dorë, bel jedahu me pësot ata, dorët e ti janë të shtrira, dora ti si dora jam. Së në thue, sa të herë bjen personifikimi Allahu të madhruar, kjo është kufër. Ne nuk gëzojmë të personifikojmë Allahu. Se ne kemë parim ehle sunneti, madhështin e të madhët Allah nuk e njeh askush. Aje kam shef madhështin e ti, lartë madhërin e ti, prej krijesave të ti. E kur diçka është im sheft dhe kërkush se ka pa, qysh mundet me përshkru pa pa? Qysh mundet? Çdo përshkrim është i gabuar, apo mundet që në gabim, në veçanti me përshkru diçka që është i vetëm dhe s'ka rival, s'ka qift. Në veçanti. Sepse po të kishtë qift, sikur se punë e njeriut, të shko përshkruja që për shembull të Azami Jusufin a.s. e kemi të veçantë për ka bukuria. Por me gjithatë pse është i veçantë, këta tjetë ja bojnë ngatë njerëzit. Ja bojnë ngatë. Për nga forma ti, e ka kryt, ka qafën, ka krat, ka durë, ka barkin, ka kam, e ka ftyrën, ka dësy, ka në qëtë beni, ka dësy. Vetëm se mund është me përshkru se ka qenë me i bukur se gjithë njerëz. Por në del diçka jashtë ligjeve të natyrës krejt. Diçka që ka syni, s'ka pa e veshë, s'ka një e bëm. I bukur sa të dush po, me i bukur i po, me gjithate, ka diçka që e bën natë. Pejgamberi jon alayhis salatu wassalam, Ibrahim alayhis salam, Davud, po dhe njerëz tjerë këtë dynja. Dhe mundet njeriu që ka shumë vështirë, më ndalë me imagjinu çish ka mujt me qenë Jusufi, pa me krah se kanë. Me krah nuk ka kanë. Por te Allahu nuk ka rival. Për atë arsye nuk mund ta fusi mendjen e të lodhemi ta përshkruajmë. Qysh ka qenë i madhi Allah te bareke ve taala, qysh është i madhi Allah te bareke ve taala. Por në çështja është të krejt me përshkruar sifatet e të madhit të Allah, që Allahu i ka përshkruar për vete. E këtë qëllimi është se Allahu është ngrit mbi arsh. E tash çaj arsh ka është? Qëllimi është përgjithësive të Allahut e listiva ngritja të madhe të Allah lart. Lartë, sepse na vjen neve krijesat e njerëzit, shumë fraksione, e kanë mohu që Zoti jetë lartë, dhe ka thonë se Zoti është poshtë. E tani kur i bie poshtë, është çdo kund, është çdo vend, dhe dalin mesele tjera, që lidhet njëna me tjetrën. Ehle sunneti janë këmbgulës, për atë arsye Imam Abu Hanifja, rahmetullahi alejhi, kur është pyetur se Allahu i madhruar a është e vërtet që është ngritur mbi arsh, tha ai i cili nuk e beson se Allahu është i ngritur mbi arsh, ai ka bërë kufër. Ka bërë kufër ai njeri.
Thot sepse ka mohue ajetet e Allahut te bareke ve taala. Ani pse ka prej ulemave tham se arshi është vendi fronit të cilën ulet mret. Në aspektin gjësor, ka prej njerëzve të cilët kanë thënë se arshi është një planet i madh, atë është i madh, i cili, pra të kjo është, i thojnë të evil në shariat, është përpjekje tyre për ta sfjegu këtë shprehjen koranore, termin koranor, arsh, por faktikisht me dal prej asaj që ka është drejt, me dal pak, ka pas qëllim Zoti kështu, ka pas qëllim Zoti kështu. Është një planet i madh, i cili e përfshin, e përthakon këtë gjithësi, mbi qiejt, atyre është tokën dhe se toka shumë e vogël, këtë moment për mbetet kur gjëheq, por mbi 7 qiejt, rreth. Por kësë është e vërtet, në asnjë mënyrë shqetëseku ma dhanë, sepse arshi që shka ardhur, këto ajete që të ceken, arshi, dhe që shvin tjerat, ma dhanë, arshi bartët. E planeti nuk bartët. E thamë Allah ka thonë, o jahmil arsha rabbi ke fawqahum, jo me idhin, themanje, dhe e bartin arshin e Allahut atë dit, 8 melace. Bile në hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, kur të regon për trupat të mëdhej, të melaceve, se sa në melace të mëdha, thot, më është lejuar mua, o dhe në li, e në haddithekom, më është lejuar mua, ka dhanë Zoti leje, e në haddithekom anë melekin min melaiketi Allahi, azza wa jall min hamalet al-arsh. Më është leju mu më spjegu juve, apo më përshkrue, një prej melaceve të cilat e bartin arshin Allah, e bartin arshin Allah. Prej fundit veshit, kur veshi but në fund, deri në krah, sa me hecër 700 vite. E disa prej, pra arshi bartët, s'ka mësi me qenë planet. Ka mendim tjetër që arshi është për qëllim el-mulk. El-mulk, dhe me thonë pushteti i Zotit. Ka Allah pushtet madh, pushteti i tij është i pafundshëm. Jo, sepse mulk pas pushteti nuk bartët, ndërsa Allah po thot bartët. Arshi i Allahut e baj. Çojnë alë dhe e baj. Dhe ka thonë Allahu, o kana arshuhu ala al-ma. Dhe arshi i Allahut ka qenë mbi ujë. Te bareke o taala. Nuk mund të thuhet se e bartin fronin, e bartin pushtetin e Allahut azza wa jall, apo ka qenë pushteti i Allahut mbi ujë. Dhe hadithi tjetër i vërtet për ditën e Kiametit, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon për fillimin e ringjalljes, dhe thotë jam i pari i cili toka hapet dhe unë dal prej toke. Krijesa e parë që hapet qelet toka dhe unë dal prej toke, ringjallem, jam unë prej specifikave që i ka alaihi salatu. Por që ditëm kur e shah Musen i shkon që para meje. E nuk e di a e që para meje, apo nuk e ka rok ajo panik, ajo e madhe që ka kaplu njerëzit dhe ka ratë fik të gjithve, nuk e di. Po ne në interesant këto, thot se Musa në atë moment kur e shafone është kap për një kam prej kamve të arshët, fronit Allahot. është kap për te. Mbahet për te.
Nuk mund të thuhet se është kap për pushtetit Allahut, apo është kap për një planet, se kap ajo. Nuk mund të thuhet është. Për atë arsye, bjen ajo ide gjithsesi të jetë qëllimi me arsh, me fron, do një planet i madh, apo të jetë për qëllim pushteti Allahut. Pra arshi Allahut dhe froni dhe kursiju janë hak. Kursi edhe për të kanë diskutu ulemaja rahmetullahi alejhi se çka është për qëllim. Wasiya kursiyuhu as-samawati wal arda, ka thonë Allahu. Kursia Allahut e ka përfshije tokën dhe qiejt krejt. Thuhet se është për qëllim arshi i njëjti. E thuhet se është për qëllim vendi ku qiten kamët. Front ku qiten kamët. E thuhet se është për qëllim dija e madhe të Allah. Tanë këtu transmetohen nga Abdullah ibn Abbasi, radiyallahu anhu. Dhe për të gjitha ka gjurmë prej ulemave të selefve. Se do që t'jetë për neve mbeten të panjohura, por i besojmë se janë hak. Dhe mendojmë ashtu që kanë mendu ulemaja e selefve, se arshi është froni që mbi te Allahu është ngritur, e si duket ai fron, është e panjohur. Por ashtu e besojmë të njëjtën gjë edhe për kursijin. Edhe vjen pastaj në vazhdim fjala e Imam Tahaviut ku tregon se Allahu anë pse është ngritur mbi arsh në mënyrë absolute dhe të plotë, është i panevojshëm për arsh. Është që është i panevojshëm për të gjitha krijesat e tjera dhe kjo na mbetet inshallah taala për ligjeratën dersin tjetër. Wallahu a'lam. Zoti din më së miri dhe deri atëherë. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa kaydil mu'tadin.